Çaste magjie vijnë nga liçeni i Dushkut, një nga perlat e fshehura të natyrës shqiptare që po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen e vizitorëve dhe dashamirësve të turizmit malor. I njohur ndryshe si liçeni i Zambakëve, ky destinacion ndodhet në një lartësi prej 1105 metrash mbi nivelin e detit, duke ofruar një panoramë breslënse dhe një qetësi të rrallë që ndërthuret me bukurinë e egër të natyrës. I rrethuar nga pyje dhe gjelbërimi dendur, liçeni krijon një atmosferë të veçantë ku pasqyrimi i ujit dhe zambakët e bardhë japin një ndjesi magjike, duke e kthyer zonën në një pikë ideale për relaks dhe eksplorim. Sot, fal mundësive që ofron paketa e maleve, kjo zonë ka potencialin të shndrohet në një pol të vërtetë të turizmit malor, duke nxitur investime dhe zhvillim të qëndrueshëm në zonat përreth. Zhvillimi i infrastrukturës dhe promovimi i kësaj pasurie natyrore pritet të sjellë më shumë vizitorë, duke i dhënë një tjetër dimension turizmit në Gramsh dhe duke e kthyer liçenin e Dushkut në një destinacion të rëndësishëm në hartën turistike të vendit.